Rreth 30 minuta përpara orës 5 të pasdites, kur ishte lajmëruar takimi i kryeministrit Edi Rama me socialistët e Shkodrës në Kalan Rozafa për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, dhjetra protestues u grumbulluan në hyrje të qytetit, duke mbajtur në duar pankarta tashmë të njohura të kësaj proteste edhe në Shkodër. Ata kanë përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit, ndërkohë protestuesit kanë sjellë në vëmendje se protesta duhet të kishte nisur pas shëmbjeve të ndërtimeve në Theth apo problemeve në pronësinë në Baks Riol. Ishte dash me fillu kja protest ku ju prishe 100 shtëpia në Theth. Ishte dash me vazhdu kja protest. Kur u rahen banorët e Riollit për ditë të 2 muaj. Pas kërkush nuk e hati zonin, edhe t'i kërsh njërës. Populli e ka vu e populli mundet me hell, pra ne ketë men e të mëllojnë mirë këtë gjë, se populli e ka vu e populli e hell. Eskorta e kryeministrit Rama është shfaqur në hyrje të Shkodrës rreth 1 orë me vonesë nga orari i parashikuar dhe shpritur me thirrjet e protestuesve. Më pas, protestuesit kanë qëndruar edhe pak minuta të tubuar në shesh dhe ndërsa në Kalan Rozafa, kryeministri Rama nisi takimin me socialistët shkodran, ata janë shpërndar më pas qetësisht.